إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلن جريم الله عظيم لتقوى وثم الله جل شانه وتماتيق فلن دروه وتنبيه بركوش مجتعين لغتن بيتين دين لطوان كرتوه كرتوان بإيمان الله وجبنا لطونا شرفنا مديتا كرتوان بإيمان الله وقاتتنا شرفنا مدية للمدينة بعد شم أرسل الله وتنظم أصبر سنة dhe a I cili e zirë dënimin nuk ka muzim për të. Dhe shmaj deklaroj se vetëm Allahu është një pashoq. Dhe vetëm ai meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe I dërguari I tij I fundit, paqja, mëshira, bekimet e Allahut shoqërisht mbi të shpëtojnë, mbi familjarët e tij të dashur, besnik, mbi shokët e tij dhe çdo besimtar që mundohet të ndjekë rrugën e tij në ditën e gjykimit. Sot do të flasim për një temë e cila është aktuale që dhe e teti në kohë të krizash, e cila është vlerë e kësaj feje tonë të pastër. Jemi dëshmitar të dashur që marrëveshje që koha një pjesë e saj këto vitet e fundit orëndyr nga uji, nga vëshimet, bona nga flaka, që shumë por shkume, shumë qka patën, por falë të madhe të zëtë se nuk kemi asë të jekat, dhe kjo është më mira, qka bëhet më të parë dhe populli, bëhet prapë. Kjo Islami pasë në ka mësuar se të interesohemi të kujdesim njëri për tjetrin, a marrë parasysh nga dhe jemi si besimtarë. Në ka përlastruar duke thënë që besimtarët e në vlasën. E ka bu pejgamberi selam kujdesin dhe Allahut e tij sipas qyres që reflekton njëri tjetrin. Ka marrë shembull nga pejgamberi Zotit se besimtarët janë sikur muri I cili e mban bloku duke kujdesur dhe ndihmuar një tjetrin. Qoftë manë gëzimeve që I kemi të përbashkëta, qoftë manë të jetimeve s'kova që I kemi që I ndajmë një me s'kova. Dikuj ka ndodhë ma herë, dikuj losa, dikuj nesë. Kjo është caktimi atij që I quhet të tërbi qofshi parë. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë se la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk ka besim të vërtetë, apo s'ka besuar se për ju shpërderi sa ata që lënë për lejtë I dashur Allah me vetë. Kur foli që gjëra që Zotit I qofshin falë, I donë shumë. Dhe ka dëshirë që besimtarët mënojnë atë gjëra. Një përgjirë në punë dhe tha që punë që Zotit donë shumë, një brend me lajku në halë të në këtë gjënjahë. Një të dashën, një përgjë një faluar, një fjallë të mirë një abonë. E krahasoj interesimin njëri për tjetrin aq lartë në shpërblim, duke thënë se më mirë është për çfarë musliman të interesohet për hallet, për derët, për skova që ka vëllai I tij, se sa që ndron gjendjen e pejgamberit e selam I kafë, dhe ditë e fundit të mirë të Ramazanit. Gjitha këto parë kjo feje pastra për kusht kemi obligimin në mesvete. Nuk është Islami vetëm për mua dhe familjen time dhe s'ka. Por duhet të reflektojmë pak më larg. Interesimin në qenë pak më I thellë.
kujdesi me qenë shumë më i madh. Ma sa kena mundësi, sepse Zoti në Kur'an thotë, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nuk e ngarkon Zoti as një shpirt më atë çka s'mundet. Çdo e po flasim për kujdesat që kena mundësi të bëjmë për një tjetër. Mjafton hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që në esencë është hadith kursi, që Allah e thotë robët të ti në ditë të gjykimit. O robi im, unë isha i smur dhe ti nuk më vizitove. Hadithi vazhdon të thënë, po më thonë robi, që është kam pas për të cilën vizitu, kur ti e Zotin i gjitha botërave. Tash Allah e ka thonë këtë hadith në pejgamberit tonë të dashur, në të lëku neve sëtë dhe gjinatëve që linë pas nesh, se qka është interesimi dhe kujdesi një ndaj tjetës. Tha o robi im, tha, a e ke ditë se filani është i smur, pa po folë Zoti për ta që i njofim, që i tojtë me ta. Në po thatë janë Gjakovës më dalë, së më shku një dhanë tjetër, ata që një rejtën tonë, gjinatin tonë, laqën tonë, familjen tonë, po shta kafe që imi për ditë, se marrë dhe që është smur, do të robim të kështë vizituar tjallë për shumë. La vëgjet e indi dhe ta gjenë shpërbimi të ashtë të fundimit të gjimit. Po kur bo, hadithi vazhdan thotë Allah ati qofë shikon, o robim unë e kom pas të nevoj për ushqim, edhe ti nuk me ushqim në mund. Prapë thotë pejgamberi së me këtën robim, o Zoti që në pasë në si më ndonë të ushqim, ku te e përnizu që gjithë njërësimit, e ato që dunë dhe që s'dunë, e ato që i ndjekin dhe si me tuja, dhe ata që të rejnë ty, por prapë Allah është përnizu si tërë, që është kom pasë në si me dhonë ty. Ta është për thotë Allah dhe që plotë robit të vetë, a e ke ditë se filani s'ka pasë shka me ngranë, s'ka pasë me shka me ngi vetë dhe familjarë të vetë. Nëse ishte të mësu për ta, ishte kontribu për ta, ta gjenë shpërblimin tashë në ditën e gjykimit. Përse se që hadith të dashën që ma ki, në vërteson në bjenjen që më pasë interesit në një për tjetër. Në gjallë dhe në rëfrason në besimin dhe të thërë Zotit dhe alhamdulillah që në besimtuar në muslimat. Dhe këto parimin e të mësutin, pa pas interes, asgjë në këtë botë, veç me qenë interesi knjallësia e të madhe të Zotë. Dhe atëherë ko është knjallësia e të madhe të Zotë, e vaj që kujdesit e ka shpërblimin, se ta pejgamberi se në përderi sa robi, i ndihmon robit, le ta din se Allahu i ndihmon ati. Pa ma mirë. Këtë ndihmon dikujsa, Allah dhe përgëzën për të garanton që nuk me të ndihmu ty. Kjo është mësimi parë. Mësimi dytë që është pak me mësishën. E që shëshur Zotit si këtë bëjnë e gjematit gjamia dhe tona. Në gjithë sprovë, qëftë të madha apo uve, dalin disa njerëz që nga koha pejgamberit e Selam. Dhe në ditën e gjykimit, shpasin si zemat të prishur, gëzohen që ndodhë një tragedi. Të të hojë në kështë të thotë. Më smushim e kajt, as më smushim më bo artista, pili është një që gjuhën tonë një rrujt. E shërkës të filani, që kanë ndodhë në shafin e zemër, një ka ndodhë zonë të të të. Se e ka një. Pse ata s'ka një përra? A jemi nga krijesa në to, që në ka dhonë Zotit dekretin në gjyku njerëz të. Ko e mërë ki drejt? Ata e thotë papit dyshimi së kate, e që ka ndodhë dhe dhe vonë që arratin tonë këtu, to familje që kemi këtu, gjithë veti ka marrë të një, gjithë vjetë. E ata pas një një ta. E që ndodhën Palestinë, ndodhën. Tragedia kujtem të dashëm që ma li, në vërshime të nejë të historimë,
mësohën së strajnë. Në pas e përta e ka lidur se e këndore në puna ta vetë. Nuk është letë më rëmë shumë, me një gjysë milioni, e më shumë nesë me në zëzë miliona. Nuk është letë. Neve shpesh e të me kjerit për në shportëri, po të njërës, ka një thirë, ku të hyrë, ku i thonë, top, ta në iman, asë në nuk për kjerit të mu. Shpesh e një dhubi i prej dikush, nuk është disponent, se do mos ta thirë se punë zdali, se ka prej të një. E dikuj që ka shumë komplet pasuria, thashtë të së kishtë. Ose që është kohë, objekti komoditës, a se ka një pa të harta. Këto punë nuk më pëndore nga besimtore. Nuk kina ka hi e pasë. Nuk kina ka hi e së gjdo tragedi që ka më në ndohë. E me që një ndohë për atë 2 vite ka ka kuj. Komplet. Komplet e ka kuj. Ashtë e që mjerë pas ka një përë. Që ta filon ba khut dhe duke thonë që ka thonë për i nga të islamu, nuk ka besim të plotë. Asë një rësh ato që ka dënë për rejtë, një dorë të të më hecë. So për të një, më vita gjdo, vitë ka shpëndon ka në esë që akune. E pas ka ndoshë e publike kur ne i kemi zgjerë familjonit, ata e ka të një. Nuk kemë avokati të shumë në brojësë, që s'kemi kur fajtërës. Me telefon, në kam këtë 300 bakë, në të vojë vojë qëra, po su ka vojë qëra. Po 300 familje me qumë nga një pakë në kosh lekë, po një të kosh i posit.